Numri i nxënësve që regjistron në klasë të parë nga viti në vit ulet. Në shtator do të ketë rreth 4.900 nxënës të klasës së parë më pak se vitin e kaluar. Këtë ka bërë ditur sot Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke shtuar se kjo shifër nuk është përfundimtare. Më vjen keq që duhet ta them, por ky është fakt. Këtë e ka publikuar edhe enti i statistikave. Bëhet fjalë për rreth 4.900 nxënës të klasës së parë, më pak nga viti i kaluar deri këtë vit. Sado që të regjistrohen, edhe nëse regjistrohen edhe 2.000 të tjerë, do të kemi së paku 3.000 nxënës të klasës së parë më pak. Këtë trend e presim edhe vitin e ardhshëm, gjë që është dëshpëruese për këtë vend. Statistikat tregojnë se në 10 vjeçarin e fundit numri i nxënësve në Maqedoninë e Veriut është zvogluar për mbi 28.000, ndërkaq që në 5 vitet e fundit 30 shkolla janë mbyllur në mbar vendin.